Dhe me datë 3 bori 71 vjeç, me datë 15 mbyti syt. Do me thonë, dhe gjithë jetën s'kishe pirë njerë një aspirin, po ju të shfaq leuqemia, dhe gjithmonë them ju prish gjaku. Dhe 5 vjetë me radhë shtrohesh çdo muaj në spital që bën të kimioterapit. Ka një poezi, Mojkomi i dashur, i cili e parandjente, do më dhe që fundi ishte afër, me gjithatë nuk ishte frikë. Shkruan, është më të merë të kesh frikë nga vdekja se sa të vdesësh. Dhimbja më pengon të mos shkruaj më shumë. Jetoj 5 vite me dhimbjen e smundjes, por jo imposhtur, asnjëherë imposhtur. Dhe e çuditshme është që memoria ishte fenomenale. Deri ditën e fundit, çfarëdo që lexonte, ai mbante mend përmendesh gjitha. Unë por nuk i mbajta shënim, nuk i mbaj mend. Ai mbante mend gjitha që lexonte. Dhe poeziti ka shumë bukura, them gjithmonë, ishte talent i lindur, se ke Mojkomi janë 3 djem, Mojkomi i pari dhe 2 më të vegjël. Dhe jati Mojkomit ishte plagosur gjatë luftës, partizan, dhe vdiq kur Mojkomi ishte 11 vjeç, vllai i vogël ishte 2 vjeç, dhe u rritën me halle. Pra la disa fëmijë të jem. Po, kështu që talenti ishte i lindur. Studioj për gjuhë letërsi, ishte mësues, gazetar, por Mojkom Zeqo ishte ndër të parët që është marrë me arkeologjinë në nujore. I pari. I pari atër. Jo ndër të parët, është i pari që ka bërë arkeologjinë në nujore. Kur ka qenë i ri, Mojkomi ishte kampion i notit. Edhe e kishte pasion notin shumë, dhe pastaj filloi me kërkimet në nujore.